billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-ikhlasa was-sadada wal-qabul. Allahumma amin. Falënderimet dhe lavdrimet se çdo herë të takojnë Allahu xhalla shanu, krijuesit, furnizuesit, mbikëqyrësit të gjithësisë, paqja dhe mëshira e Allahut të madhreshëm qofshin mbi Muhamedit alayhis salam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur dhe ndjekun në rrugën e Allahut xhalla shanu deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, sonte inshallah do të flasim për një temë shumë të rëndësishme dhe bajagi të vështirë në zbatim. Po thojmë shumë të rëndësishme për arsye se na përfshin secilit prej neve mrena 24 orëshit tonë dhe në të cilën do të më mundu me konë të vazhdueshëm gjatë gjithë jetës tonë. Edhe bajagi e vështirë, jo bash e lehtë me zbatu për arsye se, do me thonë, nuk është pyetje një ditë e 2 ditë, por 24 orë një jetë më mundu që me zbatu. Cila është kjo, si që dini edhe e keni pasit goresh lajmërimin, ekuilibri në jetën e besimtarit, baraspesha, apo ekuilibri në jetën e besimtarit. Si që dim gjithë, kem plot obligime në jetë. Kem obligime ndaj Allahut xhalla shanu, ndaj pejgamberit alayhis salam, kem obligime ndaj vetvetes, kem obligime ndaj fesë, kem obligime ndaj vendit, dhejut, kem obligime ndaj tjetrit, ndaj familjes, rrethit, shumë obligime. Aja që ka lype tani është me moqit ekuilibrin që jo të mundu mi kry disa obligime mi lonë disa tjera. Të mundu mi adhon hakun dikuj me hin hak dikuj tjetër. E që tani që të është aja problemi se sa munëm, sa ja arrim që ta me mojtë parasfeshen që me ajap se cilët hakun e vetë. Sepse në momentin që dikuj i japum hak ma shumë, dikuj tjetër kena mja mungu. Si për shembull, nëse kem 30 euro, edhe kena me adhon 3 persona. Të parit 15, dytit 10, tretit 5 euro. Në momentin që ti të parit japum 20 euro, këtyne dë tjerve, njonit për tyne, kena me hin hak, varsisht cilët tani ja mungojnë, ose dëve nëse hin përgjys, ty dë, me një fjallë, si adham ati të parit ma shumë, në njërë automatike, dikuj tjetër i hinëm hak, ja lam mungu. Aja që lypët është sa të munëm, na dim që si jem të përkryjmë, jem njerës, po sa të munëm që me bo një farë balancë, një farë ekuilibri që se cilët me adhon hakun e vetë. Për arsye se, kështu na fëtan Allah xhalla shanu, kështu na mësën pejgamberi alayhis salam. Janë shumë të ajetet edhe hadithet që flasin për këtë temë, në mënyrë direkte ose indirekte, por na do t'i përmendëm disa prej tyne, e pastaj do t'i përmendëm edhe disa aspekte, disa sfera, se ku na do të më mundu me mojt ekuilibrin, edhe pse edhe ato janë sfera të shumta. Po përmeni fillimisht ajetin e 9 edhe fillimi ajetit 10 surës al-Jumu'a, surës ku Allah xhalla shanu thot ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillah wa dharu al-bay', dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. O ju të cilët keni besu, kur të bëhet thirrja për namazin e xumos, nxitoni për tek përmendja Allah xhalla shanu dhe lënë shitblerjen. Do me thonë, deri që ta është një mirë me shitblerje, u konë një hak tjetër në rregullim. Që ta është kohën e ka dikush tjetër. Që ta është një obligim tjetër. Lënë shitblerjen e nxitoni këtë për përmendja Allah xhalla shanu. Pse? Kjo po thotë është më mirë për ju nëse jeni që e dini. Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. E kur të kryet namazi, shpërndoni në tokë e kërkoni nga mirësia e Allahut. Pra lëpni rrezikun, vazhdoni prapë mas xumoj, nuk ka problem. Koha kur ke xumos, koha kur ke namazet, koha kur ke Allah xhalla shanu, dhe pse krejt koha është Allahut, dihet që tash e ka kohën një punë tjetër e para saj pas saj vazhdoni me ato tjetër. Sikur ky ajet po na thirr që bëne ekuilibrin, baraspeshen mes punës edhe adhurimit, namazit. Bëne ekuilibrin mes
asoj onës materiale e fizike që njëri merret me punë, edhe onës shpirtërore, që tash e ka kuën, edhe shpirt më dhon doshim. Sikur ky po na fton ky ajet që bën e baraspeshën mes kërkimit të furnizimit, por mos e harroni furnizuesin. Ani lëpet të furnizimin, po kur vjen koha, mos e harrasni herë edhe furnizuesin. Pra në aspekte ndryshme sikur po na fton që bën e balancën. Merrnu me tregti, bëni tregti me njerëz, por mos e harroni tregtin me Allahun. Që është namazi punë tjera. Pra, po na fton shumë mënyrë të balancuar të ekuilibruar që na me bo jetën, edhe jo veç për xhumë, po edhe ku tjera, po veç si shembull. Këtu kemi pastaj edhe një hadith ku njëri prej tabenëve, Efs ibn Yazidi, Allahu qoftë i kënaqur me to, thotë e kum pyet Ajshën, gruën e pejgamberit alayhis salam. Thotë çka ka bëu pejgamberi alayhis salam, hadithi Buhari, hadithi vërtet. Çka ka vepruar pejgamberi alayhis salam shpejt? Çu sjell, çka ka bëu? Thotë ka thonë kana yakunu fi mihnati ahlihi. Ka qenë në shërbim të familjes tij. Wa idha hadarat as-salah kharaja ila as-salah. E kur ka ardhur koha namazit, ka shku me fal namazin. Pra, gjatë sa u konë shpe, me punë të familjes, mu kujdes si krye familjar, mu kujdes për nevojat që ka familja. Or namazi, e qëta është koha për diçka tjetër. As njona më smihin hak, as njona më smihin hak tjetër. Edhe kush për thët, Hazreti Ajsha për kanë, për pejgamberin alayhis salam, që tash mu nal pak me imagjinu me pos parasysh, ka qenë pejgamberi i Zotit, ka qenë kryetar shteti, ka qenë komandant i ushtrisë, ka qenë pyetje përgjigje probleme që kanë pas sahab, e plot sene tjera, edhe i pas ka dalë ku edhe po kur u konë shpe u konë shërbim familjes. Që nga njëherë na dina me konë sukseshëm nashta për jashta, po kur vjen puna na i thonë atyre bën pre po mirë na për jashta bile që ty në punëve të shtëpisë kur semni. S'po muna dha ne edhe kënej. Pejgamberi alayhis salam kret ato punë për jashta që asnjë ose për neve si ka gjithë ato angazhime, megjithatë kur ka qenë në familje, ka qenë shërbim familjes. E kur ka orë namazi, ka dalë për namaz, ka bo ekuilibër në çdo aspekt, edhe ndaj hakut të Allahut, edhe ndaj hakut të familjes, edhe ndaj hakut rrethit, shoqërisë, vendit, fesë, çka e ka lyp nevoja. E po ashtu pejgamberi alayhis salam, përveç që ka vepruar për veti, ka këshilluar edhe ata të cilët kanë filluar se kanë ndeshur me prish pak këtë ekuilibrin, me një të mirë, jo me diçka të keqe. Por siç e dim në ngjarje që përmendet edhe kjo Sahihun e Buhariut, ngjarje e vërtet pra, kur 3 vet kanë shkuar dhe po pyesin për të shtëpia e pejgamberit alayhis salam për adhurimin e pejgamberit alayhis salam. Çish adhuron pejgamberi alayhis salam Allahun xhaleshon. Pejgamberi alayhis salam s'ka qenë në shtëpi, po pi tregojnë për to. Edhe ata në fund po rrinë në konkluzion, përfundim, po thojnë kështu. Njëri prej tyre tret po marrin nga një vendim. I pari po thotë un kam u fal gjithë natën as kam me flajt kurrë. Për çdo natë namaz natë. Se ata më herët thanë ku jem na me pejgamberin, tia ka fol Allah xhenohet krejt, kjo e ka të garantuar edhe çapo bëj ka, po na se kemi garantuar edhe pak, çka më bë? Me shtu dozën, çysh me shtu? Njëri gjithë natën kam u fal edhe s'ka më pushu. I dyti tha, unë kam agjeru për çdo ditë. Ne s'kam më prish kurrë. Do të thonë veç niftara o fjala për agjerim vullnetar, se s'po diskutohet për obligimin, ai po dihet Ramazan. Ndërsa i treti tha, unë tha, nuk kam u martu. Jo por kushtu Allahu xhaleshon edhe ja gruaja e fëmia, ja s'muja çatë s'ka. Vesh adhurim ndaj Allahu xhaleshon. Kur atë pejgamberi alayhis salam shpejt, ai tregon se çka çish kush u kona, çka ka pyetë çka, pejgamberi alayhis salam po shkon pastaj pita kanë ata. Edhe po i thot, ajo 3 keni qenë edhe keni thonë kështu. Thot, unë jam njëri që ja kam frikën Allahu xhaleshon më shumë prej juve. Unë jam më i devotshëm ndaj Allahut xhaleshon, më i përkushtuar. Megjithatë, unë thot, falem natën edhe flaj. Agjeroj, po edhe
Po, e prishi, nuk ka xheroj për çdo ditë vullnetare gjatë vitit. Edhe unë tha jam i martuar. Femen raghiba an sunnati falaysa minni. Kush largohet prej sunetit tem, nuk është prej meje. Kush largohet pra prej rrugës tem, prej traditës tem, s'është prej meje. Nuk u kjo metoda, mënyra e dur. Tash para menane. Këta njerëz çka deshtën me bë? Për të kesh diçka për të mirë. Në aspektin e tyne shumë mirë. Çka? Më jo përkushtu, po krejt mirat e kemi pe Allah xhaleshonu. Po çaj është më i miri. Po çaj e meriton 24 orëshin. Po nëse çaj është i kënaqur për të jetë spananin hes. Edhe për kushtim veçatina. Duke harru veten, duke harru familjen, duke harru plot sene tjera, po me qëllim Allah as e meriton çështo, po e meriton ai, edhe më shumë. Po na mundum me bojt tani. Po të na tani ai jesëm hak edhe dikujt tjetër se që i kemë për rreth. Edhe pejgamberi alayhis salam si dërgumi i Allahut edhe më i përkushtumi, tha ja, kjo nuk është në rregull. Do të edhe këto edhe ato. Edhe me homer, edhe me agjeru, edhe me fol, edhe me flajt, edhe me martue, procesi, cilat do të me vazhdu. Pra i mësej qysh me bo balancin jetë me shembull praktik, edhe pse jam më i përkushtuar për ta na apogjoj ku, për ta na do të me bo. Po edhe një pyetje këto, a thu pse këta erdhën këtë përfundim? Për arsye se këta, kur shkun, e bënë veç një pyetje, qysh e adhuron pejgamberi alayhis salam Allahun xhaleshonu. Këta s'pyeten për krejt pejgamberin alayhis salam, po veç për adhurimin. A kur pyet veç për një aspekt, ta merr mendja çaj veç çat punë po s'ka bë. Sa ka adhuru Allahun xhaleshonu shumë, ta merr mendja ti. Problem që tani edhe disa nganjëherë kur fetarizohen e morrin çështo. Veç një aspekt, qysh u fol, qysh ka bë mirë, po pejgamberi alayhis salam veç çtu e ka bë. Kur e pyetja ai tjetrit çka ka bën në shtëpi, çka tha? Ka qenë shërbim familje, se kur ord, ku a namazit ka dhënë namaz. Ja dha përgjigjen e ekuilibruar, ka bë edhe këto dhe këto. A kur pyeti çysh ka fol, çysh ka xheruar, çka po të kallzoj. E çka tani japë dikujt përshtypja s'pas ka bë sa an tjetër veç çështë. Ja, këshire pejgamberi alayhis salam tërsi, edhe tani merr edhe adhurimin prej tij, edhe punën, edhe shërbimin e familjes edhe pse kur pe shikon dikush veç adhurimin tani po mundet me arrit çësi përfundime. Edhe si të fetarizohet, mos ja shehojrin kusht të shtëpia. Pse tani menon vesh në xhami, ligjërat mas ligjërate, aktivitete ndryshme, po të shtëpia, të fakultetit, ja, tu tash krejt kanë rose, pejgamberi alayhis salam ka adhuruar, po këshire dha të tjera çka ka bëu pejgamberi alayhis salam. E kanë hinë hak dikuj, tjetër tani apo e ka bëu atë balancën, atë ekuilibrin, pra kur të shikojmë edhe pejgamberin alayhis salam, ta shikojmë në tërësi. E po ashtu, kemi rast tjetër, po ashtu që transmeton Imam Buhariu, kur njëri prej sahabëve, Salman el-Farisiu, Allahu qoftë i kënaqur me to, ka shku te Ebu Derdaja, te një sahabi tjetër, te një shok tjetër i pejgamberit alayhis salam edhe shok i tij. Edhe kur po shkon spelxon te shtëpia, peshe gruan e tij po del edhe një gjendje që ky pi gjendje soi për kupton që ajo është pak e lënën onash, e neglizhuar. Edhe pe pyet se ka pas fosh shoqëni me to Salman el-Farisiu me Abu Derdan. Ata shoqëni kanë pas secili me secilin, po disa tani sikur secili që kem prej neve një jarani edhe më shumë. Edhe një vllaznillak edhe më të madh se ka vllazëruar pejgamberi alayhis salam, edhe disa mes veti ekstra. E këta dy kanë qenë prej tyne. Për thot pse e këtë gjendje? Aja po përgjigjet me një përgjigje që kjo shumë qartë për kupton. Po thot vllai te Abu Derdaja nuk po ka nevojë për gjona dialogut, s'pe interesant dialog. Pro ai s'është një farforme të i dhon fort rëndësi, kësaj farpune për kushtimin e ka për ahiret. Edhe kur vjen Abu Derdaja, edhe pe afron ushqim, pe shtron ushqim vllaut vet, Selmonit, shokut vet, edhe po i thot ha, thot jo, thot unë jam agjerushëm, Abu Derdaja, zoti i shtëpisë. Selmoni, radiallahu anhu, po thot, unë nuk ha del sot hash edhe ti. Për agjerim vullnetar, me thonë dikush presha agjerimin farz, le të thot çka dan, jo, s'muna me të ngu ty se është urdhën i Zotit. Agjerimi vullnetar është çështje tjetër.
mesele e fikut që për mos më largu për teme nuk po ima nej. Po, do me thonë, i thët ha, nuk ha, derisa hangështë dhe ti, edhe hanë edhe. Qysët të shpisë, për prishat vullnetarën që o konë të bo. Kur vjen nota, Ebu Derdaja po quhet fillim notës mu fol namaz note. Selman el Farisiu për thët, berë, shoku shumë shlirë, me zveti, berë flaj. Musafirit, zëtën e shpisë, berë flaj. Po që në nuse është një angusht, edhe këshilla me zveti. Ro, kur edhe pjesë e dytë e notës, u që mu fol prapë, tha berë flaj. Kur edhe pjesë e tretë, Selman el Farisiu që vetë, tha që folëm qëtar bashkë. Jo gjithë notën mu që mu folëm, që folëm qëtar bashkë. Edhe i tha, dije tha se ndaj Zotit tanë ki obligime, ndaj vetës tonë ki obligime, ndaj familjes tonë ki obligime. Fa ati kulli dhi haqqin haqqahu dhe jepja se cilët hakun e vetë, kryja se cilën obligimin, ndaj se cilët obligimin që e ki pro. Jo ti agjerat ditën, falut gjithë notën, e gruja familja, angazhime tjera që janë, e kem horë për me metë rëbët, as ka edhe familja nevojat e veta dhe njëri dhe edhe të nesër me po shkën e Ebu Derdaja dhe po të regon pejgamberit a.s. se qka i ka ndodhë, që për të pejgamberit a.s. Sadaka Selman, ka thonë vërtetën Selman. Pra mirë është që ka thonë Selman. Dhe se cilët ki hak, se cilët dët, më mundu me adhonë hakun e vetë. Pra me bo ekuilibrin, paraspeshen, ndaj obligimeve të ndryshme që i kemë mbi vetin. Po shtrohet pyetja, në çka me qeni i ekuilibruar, në çka me bo paraspeshen, ka shumë aspekte. Unë për përmeni veç disa, po jo jashtën edhe disa tjera ma shumë përveç këtyne. Menoj që edhe një jetë, si ku në shkollë, nëse fokusohen veç një lonë, pala që kja lonë gjua Shqipe më bëlqen fort. Edhe muna më bëf shumë i dalum to. Po nëse së mësej edhe lonë tjera, vitin së më e kalej. Në gjuhë Shqipe s'ka si unë, ama vitin se kalej. Pse, po i kum lonë ato tjera s'kum sues. Po që këtu pre po më knoqet shpirti, po të knoqet, po mos harras edhe këtu e ki obligim, edhe këtu janë lonë shkollës, do shë me kalu vitin. Janë disa senet që njëtë, se cilët dikujna i pëlqen ma shumë një vend, dikujna po, ama kjo mos bën me harru, unë kujtohet gjatë studime, për shembull, me dëshuk, në vakt provime fort në otek, një farë qefi, një farë dëshire me lexu lexim të lirë, libra të lira. Se dhja o konë qefi për me lexu, a qefi për me i ka ty në provime, mis me kujtu, s'pa di shka, po më rëndësi fort na kishëm qef. E provimet me konë sen lejkri. Po qka u dashke, valoj që sajde po mbëlqen, a mund që sajde po mali për obligimi. Për me kalu fakultetin që të sën vetën atë. Mire janë edhe këtu edhe krejt, po te boj pak një farë balancën, do shumë me kalu vitin, e tale si të kryet provime, anë, vazhdo ti këtu, apet. Do shumë me kalu provimin e jetës. Në qka me bo ekuilibrin, po i përmenëm pro, disa për tyne. Mes namazit dhe angazhimeve të dynjas, si punës, studimit e tjera. Ka njëherë kër i tu dikuj mu falë, thët, po edhe puna farës, e mire namazit qka. Ose mu falë, po e valojt studime, as te kuha provime, s'po di kryt ka me mojtë. Se kam një provim shumë shtirë. A ma shtirë sa të provimin e madhë, ditën e kiametit. Pa e që kjo provimi o doshtë më ta kujtuat edhe ato tjetërin. Apo të dikush leja tu, jo mërë. Ti edhe që ki punë, edhe që ki studime, a vazhdimisht mësën? Jo, la, ka njerë po do të më nalë me pushu. Ka njerë po do të më nalë me hongër bukë. Ka njerë po do të më nalë do nevoja që janë, me bollaf me dikan e mirë, po shtenit të qatu edhe namazin. Ose, vesh namazin, në gjami, në gjami, apo mësën, apo punën, jo, vëlla, ja, po që. Po dhe kjeta në është një, diçka tjetër që si shdo është ashtu. Nëse e len, do me thonë me vetë dëshirë. E dyta, me Zotit, familjes, vetës dhe të tjerve. Sikur që në mësaj hadithi, jepja se cëllit hakun e vetë, daj Zotit ki obligim, daj vetës, daj familjes, se cëllit me adhon hakun.
Keni po edhe karon me lexu sigurisht shumë njerëz të njohshëm, famshëm, që kanë rri kulmin e suksesit në karrierë. Po në anën tjetër, po aki shumë prej tyre ishe shumë dështuar në aspektin e familjes, e kanë harru familjen krejt, e kanë harru Zotin krejt. Nashta e kanë rri majën e suksesit atje, po e kanë prek funin dikun që së dashur me prek funin. Në hesab familjes, hesab Zotit, gjithçka veç çato fokusin karriera që ka shkretu kësade plot desene edhe më të mëdha, nuk ka parasysh. Gjë që nashta pastaj bëhet sigur dikush ta shkon një çështë që se kish pas bashkë ku librin sa dohet. Kështu me po doke me ful, mashallah, me po senet s'ka se aj. Edhe tha ja boni njoni babës tina, lëmi ti tha çfarë djalit. Se për një me po, karrierën, suksesin ato, lëmi ti çfarë djalit ki. Sa i tha baba, lëmi ti që se ki në shpe. Po me po besjoshtë që ashtu është, po me po në shpe, në shka tjetër në krejt, puna. Se ka bëhoj koj librin, jo veç fasada, veç ona jashtme, për ku janë edhe senet cilat janë shumë edhe ma të rëndësishme. Me bëhoj koj librin mes punës për fëmijet, edhe mes punës me fëmijet. So prindi, so kuhen e jepesa, për çka bre, po valla për që ta fëmij po punoj, krejt në rregull, që ashtu duhet se cilin do të më kujdes. Po jo veç me do me punu për fëmijet, po edhe me punu me fëmijet. Mu merr pak edhe vetë me ta, me nejt pak me ta, se s'kan nevoj veç pare. Po ata kanë edhe ndjenja, kanë edhe emocione, kanë nevoj edhe me lu me babën ka njerë. Edhe mu ga gjumit ka njerë, edhe me mësu ose me lexu ndaj tregim të bashku, edhe forma ndryshme, edhe aspekti edukativ, edhe arsimor, nuk o veç so pare për qajtë e shpia. Po edhe këto aspekte tjera, se shpesh herë, dikush që i japën fort pas punën me qëto arsituet, po për ta po mënuna, po dhe veç ata veç që të punë kanë, veç që ta aspekt një jetën e tyna, ka edhe sene tjera që ata kanë nevojë edhe për emocionet e për përçafimet e tua, për me t'i thonë dëllove që për ty si janë kur gjohish, po për ata është lojmë i ditës. Edhe me pos parasysh se janë fëmijë edhe, ata mu shprej leshëm, se vjen kua kur nashta ti dënë mu shprej ata, po ata nuk shprejën, se su kryua e lidha e kota shprejën me dikan tjetër. Jo vetëm për kujdesin fizik, po edhe për ato arsimor edhe edukativ. So prindi kushton shumë rëndësi me mësu gjuhë të huja, që kretë në rregull është edhe është mirë. Pse bre valla, po kur të din një gjuhë si me pos një qelës, e din anglishtin e din shumë mirë, sholla sa ma shumë gjuhë mësujnë. Kjo është perfekt. Po ku a problemi? Pa ja ke mësua qelësin e xhenetit. Kush është ai? Po shahadetin, jo. Pa e din shahadetin bile qka pi bjen, ave që kam mësu që është bilis, për di s'mën jam qënë krejtë suret, as las për di në krejtë suret edhe dësene, po bile që ato kërësuren me ditë që ka për thët, dëshmëj se nuk ka zët tjetër përveç Allah dhe se Muhammed a.s. është rëbë dhe tërkuar i ti. Pak mi a spjegu diqka. Apo mu krenu sa gjuhë i din, po se din diqka dhe shumë që i vynë edhe për botën tjetër, jo vesh për këtë botë. Ose valla kam mësu këtë gjuhë, po shqip qysh po folë, valla fjallë banale për matë ndryshme. E qa për vynë tani ato gjuhët, e pas kam mësu me shodë dikan edhe në qato gjuhë tjera. Me qëtë rëndësinë në mësumit gjuhëve, po atë aspektin, jo veç aspekti arsimor ose fizik, po edhe edukativ. Mes hajgares edhe seriozitetit. Jo as gjithë serioz, po as jo gjithë. Kur si dihet këtë gjithë veç dek drejk veç të kishë, për shamë. Ose tjetërin, to kur se këna po të busish, me nënë që në dhamë t'jana vretë, s'bon më të du. Jo, një farë baraspeshe, ta është dikush e ko ma shumë, dikush ma pak, po më mundu një farë e kuj libri. Që më belsen një thonë një farë e një tabiinit Bekër ibn Abdillah al-Muzani, kështë thonë për e shokët e pejgamberit a.s. Kështë thonë, kanë qenë shokët e pejgamberit a.s. Kanë gju njëri tjetrin me livore të Bostonit.
kur kam bo hajgare, me livuret bastonit, që mo aja u kry puna e saj, s'ka kurse po hajgarezi ose loj me zveti shohë me livuret bastonit. Po kur kam puna serioze, kanë u rizale, kanë qenë burra. Qëta që janë gjume që asë po, ama kur e ka lyp veni, serioziteti, angazhimi, si pas venit. Hajgare, serios, qështë e lyp puna, dhe edhe janë bo shembull. Mes punës, e kuj liber, mes punës e pa ndërprerë edhe mes punës. Dikush s'din mënal, edhe buke nuk e hanë qështë dohet, të gutë se kam më qumë më punu, po ka dole përse edhe asoj. E dikush tjetër, që e keni një farë fjallët që të ti kush puna marë se ka thonë. Kur se ke po të punu. Pa jo bre dhe kjes slipet edhe kjes sështë në regull. Mes jetës personale dhe asoj familjare e shëqërure. Ka njëherë të merë veç me veten, harrën që ka njëri shok ose rreth tjetër. Veç me veti, veç me familje. Po në anën tjetër, del një natë me shok, në tjetër një natë, po ki bre dhe nëjherë edhe familje, se dhe ta ka nevoj me najtë s'bashkë, ose me dollë s'bashkë, ose... A veç, po dalë valla u knasë, po, veç ishte edhe dikush atje që unë pritë edhe u metë, ti jetë të dollë të knasë, po, edhe ata i kanë dë nevoja dë knaci që mi kalu me zveti. Pra një farë, baraspeshe që gjithmonë, kur pa thamë baraspeshe, kjo nuk në kuptan, për mena rastin fillim, dikush 15 euro, dikush 10, dikush 5, nuk në kuptan që tonëve 50, po varsisht sa e ka hakun, sa dikush e ka përqindjen më të madhe, dikush më të vogël, po se cilët më munduat hakun e vetë. Një paraspesh mes jetës rrjeteve sociale dhe jetës reale. Sa për shkak rrjeteve sociale, nuk ka prish nashta edhe jeta familjare edhe jeta personale, se non-stop vesh din çka u të ndodh krejt botën. Amo çka u të ndodh mrena shtëpisë vetë se din. Se fokusin e ka çka po ndodh anej. E harron edhe veten, edhe adhurimin, edhe ato çka i sjell dobi, leximin, edhe punën, edhe angazhimin, edhe ku do që shkon në rrjetet sociale, që të pi kafe, që të me cita, kujna ka interesën ka të shkon ti me cita. Po jam është bëj çka du, po bre vesh po dal pozit pa lak mush. Ku çka ish me bë kanë album që to me cita, që to me cit krah, që to lese se kërkush s'është ka interesan as ani bën njëri dasane, dikush më shumë merret me incizimin e asaj që po jeton se sa që e jeton. Pse kam i shikuar masanej çyshin na kënaq, po ti kënaqur që tash e regjistron në memorien tonë, jo në memorien e telefonit. Ani bën edhe ndaj foto në telefon, po jo fokusin. Një farë baraspeshje, mes dukjes edhe mes anës brendshme. Sa po investohet sot, ka të shkojsh autosalone zbukurimi, undulimi, anë. Që nështë adha tu mundën me kontë nevojshme edhe do të më mirë njëri edhe me anën e jashtme, po. So po mirë me anën shpirtërore edhe me pejgamberi alayhis salam në lutje, dhe vërtet transmetohet se ka thonë Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. O Allah jem, qysh ma ke zbukuru krijimin tem, zbukura ma moralin tem. U lutë për dyjat, edhe pse dyjat i ka pas, po dyjat halo Allah shtëmi. Edhe disa dietarë kanë thonë këtë lutje, disa për e dietarëve kanë preferuar me thonë sidomos edhe në raste kur e shikon njëri veten pasqyrë. Sikur ma ta kujtu një farforme që a peshe veten po, mashallah, po çkan po duket vetë, ka dalë më sa ata se ki një on tjetër që është shumë e rëndësishme. Thuaj Allah, që shumë ke zbukuru çështë, po ma që edhe mrena let jam çështë. Edhe kryt, edhe mendjen, edhe zemrën ti kanë, edhe moralin, edhe sjelljet e mira. Me bo baraspesh mes pos edhe jos. Kuj jo kësë din me thonë, veç po, qka bërë? E mbi karkën veten. Ama kryin qitë punë, ama kryin je agenda dikuj tjetër. Kur punë tu as mund është mi kry. Her kry njënët, her kry tjetër, dhe Allah merë keqë, merë jo. Eksistojnë dy fjallët edhe po edhe jo. S'do të vesh njënën me përdojnë. Kuj po si ka thonë, veç jo, qka? I hup tjerë. Lebra burë se kur një sen, kur sere këm vetë diçka, po si më ka thonë gjithë ju. I hup tjerë. Njënën në hup vetë, njënën, po bani një farë ekuilibri, herashtu, qysh të lyp nevoja, qysh të janë mundësit e kështu me radhë. Mes të tashmes edhe të kaluarës dhe të ardhmes. Dikush e ka kur afsha mos vrafsha.
Për të kalumes nuk merr mësim, për të ardhmen nuk bën planifikim, kur ofsha mos u vrofsh. Po ju. Po edhe dikush tjetër pengit kalumes. Qa më kanë duhet, qa ne jetë të vajtu të kalumen. Merri mësimet e kalumes edhe vazhdo rrugën. Ose vesh të bo plane për të ardhmen, qa me bo, qa mira, ke këshyr pak të kalumen, qka jetë të bo që ta është. Po bëne një farë balancës e trikut, ke kalu dikur, jetë që ta është, po shpresën me posën në të ardhme, bëne një farë balancë me mes se cilës prej tyne. Mes sferës e interesimit dhe sferës e ndikimit. Ka njerë shumë na interesën gjendja e vendit. Edhe kretë në mole edhe do të më na interesu. Gjendja muslimanëve bëhet, që apo ndodh atje. Allahin një muftë e slirut. E qka po ndodh këto e qka? Po a do të ashtë na vesh me këqyrë qka po ndodh në përbot, apo do të që kjo sfera e interesimit, po më interesën. Cëla o sfera e me ndikimit? Qka muna une me bot dhe qka ma ndryshe për me ndryshu vendin? Për me ndryshu gjendja e vendit tem, e umetit e një farë balancë, jo vesh e ditë gjendjen katastrofë është, e ti qka jetë të po jo, nuk që vesh jam të këshyrë. Ne devsh, munove dhe, diçka një farë, ekuilibri, jo gjithë shka pesimizm, as jo gjithë shka optimizm. Mes prindërve dhe nusës, kur të martohet njëri, shpesh herë, kur jep onën vesh prindërve, familjes, shpesh herë, ndodhin probleme tjera që shtyp, ato që ka orë. Po edhe vesh, u martus, të të ku me di qka u bo, edhe tash vesh mas grus, tash ju hinë hak prindërve. Me mujt me gjetat ekuilibrin mes asoj dhe asoj. Mes dënjos edhe ahiretit. Po jetujmë dy botat, po ani, edhe për qëto që po jetoj, po edhe për ato që ka me shku më mëndu sa të muna. Jo këto pe os dherin zhë, e na tjetërën me pos zhglë. Po edhe këto sa të muna mire ma mirë, edhe për ato që ka me jetu për gjithë mund, po edhe për ato më mënu sa ma mirë. E plot pika tjera të cilat nuk po du me zotë ma shumë, po vesh i përmena disa sa me rikujtu që do të në shumë aspekte na më mëndu me bo ekuilibrin njët. Po shtruhet pyetja, a ka dikush që e ka 100%? Jo, asë një opineve nuk e kemi 100% këto aspekte. Por, qka po kërkuhet është, sa të mundëm me i ditë përgjithësit tona që i kemë, edhe mu mundu me adhonë hakun atë sa të mundëmi. Mu mundu atë sa të mundëmi. Spoku, mos mu bosi kur qaj që e përmenu ma heret. Lumit të që e ki djallë, lumit të që se ki në shpetë, që se mos mu bo, spoku, sa të mundëm. Për fund, vesh e lusëm Allahun xhela shanu që mundohemi se jem sa më të balancum, sa më të ekuilibrum në jetën tonë. Edhe inshallah Allahu xhela shanu na i fal ato lëshime, ato gabime që i bojmë, na e përmirëson gjendjen tonë edhe gjendjen e muslimanëve kudo që janë. Allahu e shpërblet gjithëve për dëgjimin, për mos me hub unë ekuilibrin pelo me çikaç se tani po edhe me hub ato e menojsha thesha ne mojsha se u bë 34 minuta se mrena 30 deshta me përmbyll. Po thesha kështu. Nëse e kry mrena kohës se hupi ekuilibrin, mundi me marr si argument çërsa mirë me mojt ekuilibrin se na ka knoq që nëse se zgati se të prej. Mirë të ka me mojt. Po nëse se moj ekuilibrin, mundi me thonë apshe se do të me mojt ekuilibrin se valla na lodhi se mojt ekuilibrin që shtu pe lodh që ti kanë. Inshallah se akom huq ekuilibrit, po Allah e shpërbleft gjithve për dëgjimin, Allah na bashkojnë të hajër gjithmonë.